Tash flasim me shpresën për fabrikën Tre Farm. Edhe pse si shkon keq me shku edhe pak në LA, po sido që tjetë, mbetemi në Kosovë në një investim 15 milion euro që është bërë para disa viteve në Slatin. Pikërisht aty në industrinë farmaceutike Tre Farm, cilët ka një gamë të gjerë të produkteve të ndryshme, mbi 100 produkte të cilat ndodhen në të gjitha banatoret e Kosovës, por jo vetëm në Kosovë, ato gjinden edhe në rajon, dhe së fundmi, sidomos Dolofiksi tani është lansuar edhe në disa vende arabe. Ne kemi qenë, ekipi ju ka qenë në fabrikën Tre Farm dhe kemi parë nga afër procesin e prodhimit të kësaj fabrike që nga lënda e parë që futet në karantinë dhe përdoret dhe mbrohet në fakt në temperatura dhe në kushte të veçanta e deri tek pjesa e fundit apo procesi i fundit i cili është tabletimi apo etiketimi i banave të ndryshme. Më pas bëhet një kontroll i cilësisë për me po janë shkalojmë laboratorin e gjitha këto, bëhet kontrolli i cilësisë dhe më pas produkti del në tregun finale që jemi ne konsumatorët që kurdo që kemi nevojë për bana të ndryshme, atëherë i marrim këto bana. Për me pa detaje tjera, ju ftoj ta ndihni historinë në vazhdim. Atje do më thonë prodhimi që shbonë sirupat edhe forma tjera farmaceutike, edhe që me përdojë dhe gjumën e farmaceutike, një kuptuar të Kontra të tash ma lirë për faza dytë edhe ka me tashi vazhdojnë dhe të prodhemi shohim atë ta. Këtu jemi në departamentin e prodhimit, erdhëm do të njekim rregullat e veshjes edhe do të vazhdojmë mi pa, do më thonë që si prodhon banat. Tani gjendemi në departamentin e prodhimit të industrisë farmaceutike Tre Farm, do ta shohim procesin e prodhimit të banave dhe të gjitha produkteve të kësaj kompanie. Kemi 3 depo, depon e landës parë, landës paketuese dhe produktit final. Na po shkojmë po vazhdojmë në depon e landës parë, ku dhe vinë domethënë që sa landë të para bëhet pranimi prej përgjegjësës depove. Pranimi çdo gjë bëhet për anë të procedurave, domethënë kemi procedurat edhe i përcjellim domethënë si pranohet landa e parë. Që edhe këtu jemi në depon e landës parë. Lënda e parë ruhet në karantinë dhe nga këto prodhohen forma të ndryshme farmaceutike si kapsula, tableta, analgetik, antidiabet dhe vitamina të ndryshme. Ne landën e parë marrim prej furnizuesve të ndryshme evropian dhe jashtë Evropës, domethënë furnizues ton kryesor është Teva. Kushtet e rujtjes janë gjithat kontrolluar në gjitha dhomat këto, sidomos në depon e landës parë edhe në dhomat e prodhimit janë të kontrolluara varësisht prej llojit produktit apo landës cilët e përdorim. Pas lëndës bazë, hapi parë për të futur në procesin e prodhimit është peshimi i lëndëve, më pas vazhdon procedura homogenizimit apo përzierjes së tyre. Homogenizimi është shumë i rëndësishëm sepse në një tabletë apo kapsullë duhet me pas sasi një trajtshme, domethënë barabartë landës parë dhe landës ndihmëse për me arrit deri te përmbajtja, domethënë adekuate cilën e kërkojmë në produkt. Pas përzierjes së lëndëve bazë, në qoftë se prodhohet suspenzion oral apo shirop, këtu së pari bëhet pastrimi i shisheve me ajër të komprimuar, më pas realizohen kontrollet e peshave dhe bëhen mbushja e shisheve dhe krejt në fund etiketimi i tyre. Nëse procesi i prodhimit shkon në rregull, atëherë produkti ruhet në këtë magazin dhe është i gatshëm që të dalë në tregun final. Por të gjitha medikamentet që prodhohen nuk dalin në treg, pa ju bërë analizat e thella. Ky është produkti CEF, 250 mg për 5 ml, i cili ka ardhur si mostër nga prodhimi. Ky është produkt final. Ne këtu ja bëjmë analizat. Njëra nga analizat të cilat i bën është përcaktimi i përmbajtjes. Do të thotë që të vërtetojmë që a është 250 mg për 5 ml sa është i shkruar në etiketë. Por për të parë se sa është qëndrueshmëria e banave, këtu janë frigoriferet ku testohet stabiliteti i tyre. Në
këtyre dhomave, apo analizave që bëhen në këto dhoma, ne e bëjmë edhe përcaktimin e afatit të qëndrueshmërisë së produkteve tona. Siç mund ta shihni në këtë dhomë ka produkte të cilat janë duke u testuar. Kozotja e këtyre analizave në këto kushte është 6 muaj. Por një prodhim i tillë i cili zbaton standardet evropiane të cilësisë dhe sigurisë nuk do të ishte i mundur pa Departamentin e Mirëmbajtjes së Pajisjeve, të cilat e bëjnë trajtimin e ujit dhe të ajrit. Ky është sistemi i cili menaxhon, domethënë building management system, i mban gjitha planunat lidhur me temperaturën, lagështinë për dhoma, edhe poshtë kemi edhe trajtimin e ujit, i cili është uji i veçantë përdoret në prodhim. Domethënë gjithmonë këtu ekipi i mirëmbajtjes i trajnuan dhe certifikuan e bojnë kontrollin, monitorimin dhe trajtimin e ujit edhe të ajrit. Pasi të gjitha proceset të përfundojnë, kontrolli final që bëhet për shkak të cilësisë bie në gozyrë. Edolofix është gama e paracetamolëve të cilët janë të eksportuar në Shqipëri dhe në disa vende arabe. Kjo është fabrika e parë e këtij lloji në Kosovë, e cila prodhon edhe 100 lloje të produkteve të tjera.